Përshëndetje dhe mirë se vini. Sot do t'i hedhim një vështrim të thellë diçkaje vërtet themelore. Po flasim për suren El Fatiha, e cila jo pa arsye quhet nëna e librit. Pyetja është, pse? Çfarë bën këtë kapitull kaq të shkurtër, kaq thelbësor? Le ta zbulojmë së bashku. Pra, ja ku është pyetja kryesore. Çfarë fshihet brenda lutjes më të rëndësishme në Islam? E dëgjojmë vazhdimisht, miliona njerëz e përsërisin çdo ditë, por a jeni ndalur ndonjëherë të mendojmë se çfarë e bën atë kaq të fuqishme? Çfarë sekretesh mbartin fjalët e saj? E po, pikërisht këtë do të zbërthem tani. Okej, le të fillojmë me identitetin e saj. Imagjinoni sikur Kurani është një ndërtesë madhështore. E po El Fatiha nuk është thjesht dera hyrëse. Ajo është vetë themeli. Është si një hartë e vogël që përmbledh gjithçka që do të gjesh brenda. Gjithë mesazhi i madh i përmbledhur në miniaturë. Dhe këto gjërat bëhen vërtet interesante. E gjithë kjo thellësi, e gjithë kjo përmbajtje është e ngjeshur në vetëm 7 vargje. Po, vetëm 7. Çdo varg është si një kapsulë e mbushur plot me kuptim. Është shembulli perfekt i asaj shprehjes pak fjalë, shumë kuptim. Pra vetë emri El Fatiha o të thot hapja. Ka kuptim apo jo? Ajo hap librin, por më e rëndësishmja hap kanalin e komunikimit me Zotin. Dhe nofka tjetër, nëna e librit, kjo është vërtet e fuqishme. Pse? Sepse si një nën që mban brenda saj potencialin e një fëmije, kjo sure mban brenda saj farat e çdo teme të madhe të Islamit. Besimin në një Zot, mëshira, llogarithënia, kërkesa për udhëzim, të gjitha janë aty në formën e tyre më të pastër. Tani, le të hyjmë më thellë në përmbajtje. Dhe vini re diçka shumë të rëndësishme që në fillim. Lutja nuk nis me më jep këtë apo dua atë. Jo, ajo fillon me lavdërim. Pra, para se të kërkosh, duhet të njohësh se kujt po i drejtohesh. Dhe vargu i parë e vendos me një herë tonin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Kjo nuk është thjesht një falënderit, është një deklaratë absolute, që çdo fije lavdërimi, çdo grimcë mirënjohje në univers i përket vetëm atij. Dhe vini re, Zotit të botëve, jo vetëm të botës sonë, por gjithçka që ekziston, e dukshme ato e padukshme. Me njëherë pas kësaj, vjen një theksim i dyfish tek mëshira. Kjo është shumë interesante. Kemi Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Mendojeni kështu, Ar-Rahman është si një shi i madh që bie mbi të gjithë, pa dallim, një mëshirë që përfshin çdo krijesë, ndërsa Ar-Rahim është si një burim i vazhdueshëm uji, një mëshirë e veçantë dhe e përhershme për ata që besojnë. Pra, mesazhi është i qartë, kemi të bëjmë me një Zot jo thjesht të fuqishëm, por thellësisht të mëshirshëm. Mirë, pasi u vendos ky themeli lavdërimi dhe mëshirës, lutja lëviz në një fazë tjetër. Tani bëhet më personale. Flet për marrëdhënien direkte midis njeriu dhe Zotit. Kush jemi ne dhe kush është ai? Pastaj vjen një varg që të bën të ndalosh dhe të mendosh. Sunduesi i ditës së gjykimit. Kjo është e rëndësishme. Na kujton se çdo gjë që bëjmë ka një peshë, ka një pasojë. Ideja e që ekziston një ditë ku drejtësia absolute do të vihet në vend, e po, kjo jep formë çdo veprimi ton këtu dhe tani. Dhe ja ku vjen pika kulmore e kësaj pjese, thelbi i pastër i monoteizmit. Deklarata e drejtë për drejtë që i gjithë përkushtimi dhe çdo thirrje për ndihmë i drejtohen vetëm Zotit. Këtu lutja transformohet. Nuk është më thjesht një përshkrim i Zotit, është një bisedë, një angazhim personal dhe i thellë. Pra lidhja është vendosur, lavdërimi është bërë, zotimi është dhënë, dhe vetëm tani pas gjithë kësaj vjen kërkesa. Dhe nuk është çfarëdo kërkese. Është ndoshta kërkesa më e madhe, më thelbësore që një qenie njerëzore mund të bëjë ndonjëherë. Dhe çfarë kërkohet? Jo para, jo pushtet, jo famë. Kërkesa është për udhëzim, udhëzona në rrugën e drejtë. Por çfarë është kjo rrugë? E po, surja e përkufizon qartë, është rruga e atyre që Zoti i ka bekuar me mirësinë e tij. Dhe po aq e rëndësishme, lutja vazhdon duke kërkuar mbrojtje nga 2 rrugë të gabuara, ajo e atyre që e dinë të vërtetën, por zgjedhin ta injorojnë, dhe ajo e atyre që thjesht kanë humbur rrugën. Pra, është një kërkesë për qartësi dhe drejtim. Okej, le t'i bashkojmë të gjitha pjesët tani. Si e marrim këtë tekst dhe e bëjmë diçka të gjallë, diçka praktike për jetën e përditshme? Pse është kaq thelbësore? Nga thelb, mund ta shohim Fatihanën si një proces me 3 hapa që përsëritet sa herë që recitohet. Hapi i parë, lidhesh me Zotin përmes lavdërimit. Hapi i dytë, bën kërkesën më të çmuar, udhëzimin. Dhe hapi i tretë, pohon besimin tek drejtësia absolute,
duke kujtuar ditën e gjykimit. Është një cikli plot komunikimi. Dhe rëndësia e saj praktike është e jashtëzakonshme. Nuk është diçka që lexohet një herë në vit. Ajo është pjesë e detyrueshme e çdo njësie të namazit. Kjo do të thotë se ky dialog me Zotin përsëritet minimalisht 17 herë çdo ditë. Çdo ditë. Kjo e kthen atë në shtyllën kurrizore të jetës shpirtërore të një besimtari. Dhe kjo na sjell në fund me një pyetje për të menduar. Provoni të imagjinoni pak efektin e kësaj. Përsëritja e vazhdueshme e këtij dialogu, lavdërim, përkushtim, kërkesë për udhëzim, ditë pas dite. Si arrin një lutje kaq e shkurtër, kaq në dukje e thjeshtë, të formësoj mendimet, ndjenjat dhe veprimet e përditshme të qindra milion njerëzve në të gjithë botën. E po, pikërisht këtu fshihet fuqia e nënës së librit.